Çmimet globale të naftës kanë shënuar rritje të menjëhershme pas sulmeve ndaj disa anijeve pranë ngushticës së Hormuzit. Sipas raportimit të BBC, tensionet janë përshkallëzuar pasi Irani ka vazhduar sulmet me raketa në rajon, si kundër përgjigje ndaj veprimeve të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Ngushtica përmes së cilës kalon rreth 20% e naftës dhe gazit global është futur në pasiguri, duke ndikuar menjëherë tregjet ndërkombëtare. Efektet tashmë kanë nisur të ndihen edhe në Kosovë. Gjatë lëvizjes në terren në qytetin ton, çmimet e derivateve janë rritur, me benzinën që varion nga 1.20 euro deri në 1.24 euro për litër dhe naftën nga 1.21 euro deri në 1.25 euro për litër. Kryetari i naftetarëve të Kosovës, Fadil Berjani, theksoi se zhvillimet gjeopolitike po ndikojnë drejt për drejt në tregjet vendore, pasi çdo rrezik për ndërprerje të furnizimit në këtë korridor strategjik reflektohet menjëherë me rritje të çmimeve për konsumatorët. Situata mbetet e paqartë dhe tregjet po monitorojnë nga afër zhvillimet në rajon, pasi çdo përshkallëzim i ri mund të sjellë rritje të tjera të çmimeve të karburanteve.